Shikohet stina e vjeshtës në Shqipëri pasi deri më 20 shtator vendi ynë do të mbizotërohet nga temperatura të larta verore. Paralajmërimi vjen nga meteorologja Tanja Porja, e cila foli për kushtet atmosferike të ditëve në vijim. Sipas saj, temperatura do të freskohen sadopak pas 20 shtatorit. Deri në fund të gushtit, priten temperatura të larta, edhe pse do kemi vlera 36 gradë Celsius, janë temperatura shumë të larta, duke qenë se ne presim ardhjen e vjeshtës, kurse java e parë e shtatorit parashikohet të sjellë temperatura 34-35 gradë Celsius, janë 5 deri në 6 gradë më të larta për stinën e vjeshtës. Vjeshta nuk futet fare si vjesht, por do duket 15 ditët e para të shtatorit, njësoj si verë, optimale për plazh. Temperaturat pritet të freskohen sadopak gjatë 15 ditësh të dytë të shtatorit, tha Porja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.